Ose në emisionin e radhës që dal me fanellët Arsenalit çka s'ka ndodhur kur në histori teme si tifoz. Kjo më mirë. Arsenal me Chelsea ndeshja kryesore e fundjavës në Premier League. Mos harroni Dylan pas së gjys. Qa më thonë është nështë ta momenti ma i rëndësishëm për mu si tifoz e Chelsea këtë rast, po dhe për komplet tifoz e Chelsea, pse këtë sezon po duket që s'ka fort ambicje, nështë ta veç për top 4 që prapë ka më konë vështirë, po ku ka ma kënaqësi apo arritje të themin thojza me enon Arsenalin drejt titullit. E shkop ta marrë aty. Pasha zotin që tash Arsenali barazoi 2 ndeshje të fundit me Safier me Brentford dhe me Wolves, edhe u boi far presioni dhe me mos pelçojnë. Dul fituar me Tottenham, jam çeli prap gojën hejterave. Tash çka mendoj unë personalisht, do mendoj që Arsenali ke ndeshjet vendas që i ka dhënë në fund, i dashur me fitu. Mas që saj. Me Chelsea e ka. Thonë tash kohët të fundit në Arsenal kanë luajtur shumë dopt. Do thonë am poshtë në stash për kupën 0, 2-3 në Stamford Bridge, 5-0 në patën mujt, 1-0 në Mourinho. Fakt golli i fundit që ka shënuar Chelsea në Premier League me Safer me Arsenal e ka bënë Noni Madueke që është lojtari i Arsenalit. Po unë jam çaq i bindun që Chelsea ka menon Arsenalin, më jep një farë ndihmë se City-t. I bindun. S'po them se fiton, po ka menon barazim fitore. Sa që bëdu pak më nguc ta shikues që kom bosh shumë armiq tifoz të Arsenalit. Flok të suni heki, mos thoni më flok nëse Arsenali fiton. Shikues janë të interesuar. Diçka po bëj, diçka më bëj interesant. Ja më Chelsea më. Ja se kom shku. Vetëm kom plane tash për sa në tjera. Çore. Diçka kom më bëj interesant nëse fiton Arsenal, meqense s'besoj që fiton. Ose bëj si fotoprofili Facebook, çfarë thu Visar? Të Arsenalit. Një ditë maksimumi. Ose në emisionin e radhës që dal me fanellët Arsenalit çfarë s'ka ndodhur kur në histori teme si tifoz. Kjo më e mirë. Me fanellët Arsenalit. Kanë çfarë më të poshtë shikus. Po ja beso tani ajo videomet tani edhe në vëllai dikush ma përdor ato. Bast. Shten e dorën. Rezultati? Ja, rezultati sipas me ka më konë nini. Sipas me ka më konë nini. Tash që fiton Arsenali, shumë keq bëhet. Ja, Arsenali fiton, ka më fitu Bench. Fiton sonte atë ndeshje ndoshta e vetme tjetër e vështirë ka më konë jashtë me City. Tira ti ka kryej, Liverpool ka kryej 2, United 2, Chelsea tash i bën me kryej 2, Tottenham i krap 2, edhe me City ka vetë Safir. Nëse nuk ka bën edhe me Juve, do të thotë City jetë mos tani. Nëse ka bën Arsenali ja ka nisë me gabu me ekipet e vogla. Si dihet, po çka ndeshje ka më konë kruciale pse është derbi. Derbin e ftojmë me Tottenham, kështu që çojmë sipas meja Arsenal Chelsea nini. Kështu që inshallah fiton Arsenali. Fiton Arsenali. E veshin dresën e tyre. Black e na vjen këtu në podcast me dres të Arsenalit. Ja, se veshin, tani. Çojmë.